Miqtë Prizmës, çfarë ka mbetur sot nga flamingot? Në quaj flamingo, po tashmë ato nuk janë flamingo. Ato politikisht dhe filozofikisht janë një grumbullim ultramajtist me konceptin e sotëm, me konceptin evropian të sotëm. Ata nuk mund të jenë në veris, sepse ata e para me nërysh nuk kanë bëth të jenë tillë, se s'kanë as parime, as ideale, as s'kanë kontribut, as s'kanë organizim tillë. Nuk mund të jenë dot sepse s'mund t'ju afrohen njerëzve të tillë, sepse po të kishin në veris të vërtet aty ata i kishin marrë para. Po ata janë ultramajtistët e sotëm, një amalgam e qelbur evropiane, e formuar në Evropë, sidomos 15 vitet e fundit, ku shef njerëz të hurit e litarit, të një të majte ekstreme, agresive, e bashkuar me islamin politik, dhe të dyja bashkë përbëjnë një ideologji kaq të rrezikshme dhe kaq të poshtër që sigurisht është kundra demokracisë, sistemit të saj, kundra kapitalizmit në përgjithësi, dhe kundra sigurisht ndarjes pushteteve dhe kundra asaj që ne në 1990 konsideruam pjesë integrale dhe pastaj të pandashme të politikës sonë. Realisht, kjo gënjeshtër e madhe ke ne e ndarjes forcave politike, sidomos Partisë Demokratike, e cila konsideronte veten dhe e konsideron sot e kësaj dite djathtas, duke mos qenë djathtas, por duke qenë në shumë element një parti folk bolshevike, e trashëguar dhe e riforcuar edhe njëherë nga Sali Berisha si e tillë, ku shikohen eliminimet e luftës klasave dhe njëkohësisht sundimin e një sekretari partie si ai, dhe Partia Socialiste, e cila sigurisht e konsideron veten të majtë dhe sillet si një parti të një besimi dhe veprimi të plot të djathtë. Kjo ngatresë e tillë, kjo marrëzi e tillë ndodh, po shtyn deri aty ku krijon pastaj edhe një përçartje të tillë duke pas ndihmën edhe të Evropës. Duke ndodhur element tillë si Trumpi, vajza e tij që kërkon Sazan, Zvernec, politikat e Edi Ramës, të cilët janë të detyruar pastaj që të shkojnë mbrapa, si për bordin e paqes ashtu edhe për Sazanin, bi fjala dhëndrit edhe vajzës së Trumpit. Dhe njëkohësisht vendosjen midis dy mekanizmave të mëdha që janë Shida e Karibda, i themon, mitologji, midis politikës administratës amerikane dhe presidentit Trump dhe Evropës sot, e cila sigurisht nuk është mirë me këtë lloj politike, e bëjnë vulnerabël edhe Edi Ramën. Dhe sigurisht sulmi ka nisur në mënyrë të jashtëzakonshme nga një pjesë e madhe të majtës evropiane anti-Ramës sot. Jo vetëm ekstremit, edhe atyre që quhen green edhe, por edhe një të majtë e zakonshme e cila e kupton që ai është vendosur, ai është munduar ta sqarojë këtë, sidomos ke Macroni edhe sidomos edhe ke Sanchez ose në një farë mënyrë edhe ke këto partitë e tjera që i ka pasur dhe i ka mik, po që është vendosur në pozicion shumë të vështirë. Të thuash që administrata e Trump e mbrojti Ramën nga gjitha i sulm që u bë për hatër të tij. Akuzuan për, domethënë, e gjithë marrëzia ishte anti-amerikane, anti-Sazan, anti-Zvernec, që domethënë anti-amerikane, anti-Trumpit, anti-Ivankët. U konsideruan hebrejt, u konsiderua Izraeli që po pushton Shqipërinë, dhe në mes ishte pikërisht politika e presidentit Trump, dhe amerikanët nuk i dolën zot, e lanë vetëm. Siç kanë lënë vetëm edhe është në burg edhe amerikanët nuk e kanë fjalën për gjithë amerikanët, po e kanë fjalën për administratën Trump. Siç është vetëm edhe në burg prej 5 vjetësh e sa Hashim Thaçi. Me Shqipërinë nuk mund të bënin dot kështu, sepse gjeostrategjikisht edhe politikisht
Dhe pjesëmarrja në NATO dhe futja në Evropë e mbron Edi Ramën. Dhe ai është kaq i zgjuar sa të luajë politika të tilla me fqinjet, siç është Greqia, Befjala ose Italia amike ose edhe Turqia, dhe disa vende, për shembull Franca, për të luajtur dhe për t'ju thënë që shiko, nuk kam çaj bëj Trumpit, kështu është. Ju duhet të kuptoni, Shqipëria pa Amerikën do të ishte një hiç mosgjë. Por ama ne nuk është se nuk e dim që ata jo vetëm luajnë me ne, por edhe kanë kërkesa të jashtëzakonshme. Dhe sigurisht me disë këtyre elementve, lindin pastaj këto flamingot ultra të majt, dalin shesh edhe shifen qartë se kush janë. Kërkesat e tyre janë absolutisht. Kjo e fundit, kjo sulmi ndaj Kanye West dhe koncerti i tij është tipikisht i marrëzive që mos i prish 4 milion për të bërë një koncert tillë që njeh gjithë botën, sepse sigurisht janë spitalet, pak kështu, janë kjo, pak kështu. Janë marrëzira që sigurisht mund të kenë një të drejtë brenda aty, por pastaj të shkatrojnë elementet kryesorë që ka të bëjë bota e qytetëruar, bota normale, e cila është empleksur edhe me të mirat e saj dhe me të këqijat e saj. Aty në atë shesh ka një antikapitalizëm të jashtëzakonshëm. Aty janë urrejnë multimilionerët ose multimiliarderët shqiptarë, urrejnë kastratin, urrejnë manen, urrejnë ulajn, urrejnë të gjithë pasurit e Shqipërisë. I urrejnë të gjithë, këto përmenda se janë më të pasurit, po. Ka dhe tjerë të pasur. I urrejnë për ndërtimet, i urrejnë për luksin, i urrejnë për çdo lloj gjajet, i konsiderojnë fatkeqësia e këtij vendi. Është ultramajtizëm. Urrejnë pastaj politikën edhe ultramajtizmin, oligarki, ka filluar që me kohë, oligarkia, monopoli, janë të gjitha terminologji dhe marrëzi majtiste. Nuk mund të jetë më një, si të them tash, mund të shkoj deri në atë pikë sa të pranojnë një farë mënyre gjysmë të drejtën që kanë, por ajo nuk do të bëjë asgjë tjetër vetëm se do të fshehë, të mbulojë ultramajtizmin e tyre. Plus agresiviteti nëpër rrjete. Agresiviteti është tipik ultramajtist i sotëm. Nuk ndalohen ndaj asnjë lloj sharje, fyrje dhe kërcënimi. Kërcënojnë me vdekje, shajnë me çat ketë, janë krejtësisht jashtë çdo lloj binari dhe kur i thua tjetrit fashist duhet dhe ke parasysh këta, duhet matesh nëse e ke thënë për ta lavdruar apo për ta sharë, sepse këta kanë kaluar çdo lloj fashizmi në gojën e tyre dhe në ndyrësinë që nxjerrin në komente dhe nga goja në përgjithësi, po dhe në mendimin e tyre politike dhe filozofik. Janë të çmendurit e ri, po që sigurisht pastaj nuk ka nevojë të dalen me fotografinë e Marksit, Leninit, Stalinit, Mao Zedongit apo të Enverit, sepse këta kanë ideologjinë e tyre. Është ky lloj ultramajtizmi i cili sigurisht është agresiv ndaj çdo lloj elementi që ka të bëjë me demokracinë. Këta nuk duan një kuvend. Këta duan ta nxjerrin nga rruga kuvendin, parlamentin. Këta nuk duan një qeveri që del nga zgjedhjet e popullit, nga i gjithë populli, jo, thotë bulevardi. Ai populli që është aty. Ne jemi, thotë, përfaqësuesit e popullit. Përjashtojnë çdo lloj, domethënë, janë 50.000 njerëz në rastin më të mirë, që e shumëzojnë me 10 këta, kupton? Ne jemi përfaqësuesit. Nuk ka rëndësi ata 2.450.000 ose 2.350.000 tjerë që janë në Shqipëri dhe që janë edhe nëpër botë, që kanë drejt vote. Jemi ne do ta zgjidhim punën e qeverisë, punën e ligjeve, ne do të bëjmë referendumet, ne do të ndryshojmë ligjet. Edhe sigurisht jo do të japi dorëheqjen qeveria, po dhe kuvendi. Do të zhdukeni të gjithë dhe ne do bëjmë nga këtu asamblenë e madhe, revolucionare dhe qytetare. Dhe kush nuk është dakord me ne, pastaj do persekutohet. Këta vinë deri në atë pikë, sa pastaj shpikin qytetarin polic, si në revolucion, shpikin edhe gjotinën dhe fillojnë reprezaljet. E kanë filluar që tani, kur shajnë, me qa kanë në për goja, ata që rrinë në për kafe, ose që kanë dalë pini kafe, ose të hanin darkë në për Tiranë, ose që duan të shohin një futboll, se nuk e di, losin, se kanë dalë shetitje.
po mos t'i smetoj armik i tyre dhe ata të sulmojnë. Dhe ky është skuadrizëm që i ngjan fashistave dhe komunistave. Por sigurisht pa të shprehurën pa pas nevojën e Duçes, Hitlerit ose Stalinit, Leninit edhe Enverit. Nuk kanë nevojë për këto figura të tilla, janë këta në frym. Po t'i shtosh edhe ignorancën, edhe vajzat e TikTokut, po t'i shtosh pastaj edhe gejt, LGBT-qët, edhe njëkohësisht ata islamikët radikal, mjekroshët që vinë edhe nga Maqedonia dhe nga Kosova, po që ka edhe këtu ne, dhe që i bashkohen kësaj lëvizje, dërhyrjes së një dorë vagabondash të dënuarish që vinë, sidomos nga Kosova, që janë organizuar edhe mbështetur dhe financiarisht si me portale, ashtu edhe me vizita nga LVV-ja dhe nga Deona Mihali, atëherë bëhet kompleksi i plot. Dhe ata që vinë nga Maqedonia kanë lidhje në Kosovë, ata janë bistat e lëvizjes vetëvendosje. Sigurisht ata janë midis islamit politik edhe një ultramajtizmi, nacional socializmi tyre që gati e kalon edhe fashizmin. Kjo është amalgama e çmendur e një lëvizje, një përfundim i shëmtuar, i qëllimt, një tentative për një pol, për një që i zëvendëson të dy, po themi, partitë. Qëndrimi Sali Berishës kuptohet është një qëndrim tipik Sali Berisha, një plaku i cili tash ka shkuar në demencë të plot politike, edhe në marrëzinë e tij 36 vjeçare, ndërsa Rama toleron sepse si ka mbetur gjë tjetër, duke përdorur arrogancë në shumë element, e vetmja gjë që mund të bëjnë është të tolerojë deri në absurditetet që ndodhin për të dëshpëruar edhe njerëzit akoma më tepër. Ndërsa koncerti Kanye West po sulmohet sepse sigurisht flamingot blu dhe pink nuk mund të adurojnë si puna e tij të japi koncert në Tiranë, se ju bën kashillek. Ju bën kashillek dhe sigurisht ju tregon që shiko njerëzit e kanë mendje ke koncerti, jo ke flamingot që kanë zënë bulevardin natë për natë, masdite për masdite, natë për natë, herë me 300 vetë, herë me 3000 vetë, por që e kanë bërë ritual të shi edhe sigurisht majtistët, ultramajtistët, edhe këta tipat e paradave, LGBT-q, edhe të islamit politik këtë punë kanë, ata duan të evidentohen. I keni vure vazhdimisht edhe në Evropa, shumë të zanë. Islami politik zë gjithmonë sheshet, demonstrohet aty. Demek mbron Palestinën, po në fakt do që të evidentoj veten. Po ashtu dhe LGBT-qët, po ashtu dhe flamingot, ultramajtist, kur dalin, bile ato dhe rrifen me policinë, ushtrojnë edhe dhunë ndaj qytetarëve dhe ndaj forcave të rendit. Ky ishte mendimi im, miqtë e mi. Dhe sigurisht as që kam mend që ta ndryshoj për hatër të parrullave të bukura që kanë idiotët, kështu kanë ardhur në pushtet edhe Enveri bashkë me klikën e tij me parrulla të bukura. Ata që i besuan, e psuan për 45 vite rrasht. Tashi, kjo eksperiencë sigurisht vjen ditë të sotme dhe nuk ka nevojë më të kthehet në tragjedi. Dakord, miqtë e mi?